Fillimisht si çdo ditë do nisim me ecurinë e tregjeve në sesionin e sotëm ku vjet re, fillimisht në tregun e brendshëm, një rritje e lekët e lekut përballë monedhave kryesore ndërkombëtare dhe në këtë mënyrë monedha jon ka fituar thuajse të gjitha humbjet e realizuara përgjatë ditës së dieshme në raport me monedhat kryesore ndërkombëtare. Në fokus të investitorëve ka qenë plani i miratuar në Gjermani nga Parlamenti Gjerman për të hequr tavanin e borxhit dhe njëkohësisht për të rritur shpenzimet në mënyrë që të mbështetet ekonomia dhe këto shpenzime do të shkojnë në mbrojtje, por edhe në infrastrukturë. Bëhet fjalë për një plan fiskal në vlerën e 500 miliard eurove. Ndërkohë, këto luatje në tregje ndërkombëtare janë reflektuar edhe në tregun e brendshëm dhe sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98 vjet re një rritje lekët e monedhave kryesore në raport me lekun në sesionin e sotëm. Dollari është rritur, ka fituar disa qindarka, 3 qindarka në raport me lekun kotohet në 90.7 në blerje, ndërsa në shitje në 92 lek. Euro është e pandryshuar, blihet me 99 dhe shitet me 99.7 lek. Franga zvicerane është në rritje, blihet me 103.1 dhe shitet me 104.2 lek. Edhe paundi britanik ka një tendencë në rritje në raport me lekun në sesionin e sotëm, blihet me 117.5 dhe shitet me 118.5 lek. Për sa i përket ecurisë dollarit kanadez, edhe kjo monedhë ka fituar disa qindarka në raport me lekun, blihet me 63.2 dhe shitet me 65.2 lek. Dollari australian është i qëndrueshëm, ka rënë lekë vetëm në blerje, kuotohet në 57.1, ndërsa në shitje kuotohet në 58.5 lek. Jeni japonez vijon qëndrueshmërinë, blihet me 0.59 dhe shitet me 0.62 lek. Në anën tjetër, lira turke ka humbur terren në raport me lekun, blihet me 2.37 dhe shitet me 2.49 lek. Ndërkohë dinari maqedonas blihet me 1.55 dhe shitet me 1.62 lek në mëngjesin e sotëm. Ndërkohë në ecurinë e rublës ruse, kjo monedhë ka gjetur një mbështetje për gjatë ditës së dieshme, por gjithashtu edhe në sesionin e sotëm, pasi në telefonatën e zhvilluar midis presidentit rus Vladimir Putin dhe atij amerikan Donald Trump, u ra dakord se nuk do të sulmohet infrastruktura energjetike si në Rusi ashtu edhe në Ukrainë, por palët nuk arritën një marrëveshje të plotë, armëpushimi 30 ditor. Përjedhoi rubla ruse ka gjetur një mbështetje në sesionin e kaluar. Kjo monedhë blihet me 0.84, shitet me 1.06 lek dhe së fundmi juani kinez gjithashtu është në rritje, blihet me 11.46 dhe shitet me 12.72 lek mesatarisht. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor sipas Iliria 98, ndërkohë në tregje ndërkombëtare investitorët vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet gjeopolitike, ndërkohë dollari ka fituar një pjesë të vogël të humbjeve që ka realizuar për gjatë ditëve të fundit në raport me euron dhe në raport me monedhat e tjera. Humori investitorëve është përmirësuar ndjeshëm në sesionin e kaluar pasi Parlamenti i Gjermanisë arriti të kaloj planin fiskal në vlerën e 500 miliard eurove që do të shkojnë në formë në investime në infrastrukturë, por njëkohësisht edhe më tepër shpenzime në mbrojtje për të krijuar mbrojtjen kolektive të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre që aspirojnë integrimin në Union. Në këtë mënyrë janë rikthyer shpresat se ky plan ose heqja e tavanit të kufirit të borxhit do t'i lejojë qeverisë gjermane të marrë më shumë hua në tregje ndërkombëtare, përjedhoi do të ketë më shumë hapësira për të investuar në sektorët ku ka nevojë. Në sesionin e sotëm, për sa i përket ecurisë monedhave, vjet re një korektim i lekët i vlerës këmbimit të euros në raport me dollarin amerikan dhe monedha e gjelbërt ka fituar disa pikë në sesionin e sotëm. Gjithashtu investitorët janë në pritje edhe të vendimarrjes të rezervës federale në SBA më vonë gjatë ditës së sotme. Gjerësisht investitorët parashikojnë se norma baze e interesit do të mbetet e pandryshuar në intervalin nga 4.25 deri në 4.5%, por analistët dhe investitorët presin të mësojnë më tepër në lidhje me hapat që do ndërmerren në vijim, edhe për faktin se shtëpia e bardhë Donald Trump po ndjekë një politikë proteksioniste që mund të shtojë inflacionin e importuar në ekonominë më të madhe në botë.
Në këtë mënyrë, investitorët presin të mësojnë më tepër nga komentet e shefit rezervës federale Jerome Powell. Aktualisht, euro ka rënë me 0,37% përballë dollarit amerikan, ka shkuar pra nivelit të 1,09 dollarëve, megjithatë pavarësisht rënies, euro vjen të qëndrojë në nivelin më të lartë në thuajse 4 muajt e fundit në raport me dollarin. Poundi është në rënje me 0,25%, këmbet me 1,2967 dollar, duke u tërhequr lehtë nga niveli i 1,3 dollarëve që regjistroi në sesionin e kaluar. Ndërkohë përballë frankës, dollari është rritur me 0,07% dhe këmbet me 0,8770 franka. Dollari australian realizon humbjet më të mëdha me 0,58% përballë dollarit amerikan, këmbet me 0,6324 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez ka humbur 0,16% të vlerës, kuotohet në 0,6981 dollar amerikan. Dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0,25% të vlerës, kuotohet në 149,63 yen mesatarisht. Ndërkohë, në tregun e kriptomonedave, në pjesa me madhe aseteve digjitale janë rikthyer fitimeve në sesionin e sotëm dhe duket se Bitcoin është stabilizuar pra nivelit të 83.000 dollarëve. Humbjet që realizuan në sesionin e kaluar amerikan, kriptomonedat i kanë rikuperuar përgjatë sesionit të sotëm europian. Bitcoin është në rritje me 1,73% dhe kuotohet në 83.436,53 dollar. Ethereum ka fituar 1,98% të vlerës, kuotohet në 1.943,1 dollar, duke ju afruar më shumë nivelit të 2.000 dollarëve. Ripple gjithashtu është rritur me 2,26%, kuotohet në 2,3093 dollar. Litecoin është në rritje me 2,46% të vlerës, duke realizuar fitimet më të mëdha, kuotohet në 90,12 dollar dhe Bitcoin Cash është rritur me 0,04%, kuotohet në 335,51 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Investitorët në tregun e kriptomonedave do të vjojnë të jenë të fokusuar tek vendimarrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket ngritjes së rezervës strategjike të aseteve digjitale, por njëkohësisht edhe rregullave të reja që ka premtuar presidenti Donald Trump. Ndërkohë, në ecurinë e tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje në sesionin e sotëm dhe tendenca në rënje të çmimeve të naftës erdhi menjëherë pas telefonatës të zhvilluar ditën e djeshme midis presidentit amerikan Donald Trump dhe atij të Rusisë Vladimir Putin. Palët, dy presidentët ranë dakord që të mos sulmojnë njëri tjetrin, pra Rusia të Moska dhe Kievi të mos sulmojnë njëri tjetrin në lidhje me infrastrukturën e energjisë, që mund të përkthehet se në tregjet europiane dhe në tregjet globale do të ketë më shumë naftë të Rusisë. Por dy presidentët nuk ranë dakord për të arritur një marrëveshje të plot 30 ditore të armëpushimit. Megjithatë, Donald Trump shpreson se mund të arrihet në ditët në vijim një marrëveshje e tillë. Të presim tabelën për ecurinë e çmimeve të naftës deri në këtë momente, ku Brenti, benchmarku global i naftës, ka zbritur poshtë nivelit ose pra nivelit të 70 dollarëve. Aktualisht rënja është me 0,62%, kuotohet në 70,12 dollar për fuqi. Nafta bruto amerikane ka humbur 0,66% të vlerës, kuotohet në 66,46 dollar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka rënë me 0,42% dhe kuotohet në 649,13 dollar për ton. Në tregun e metaleve të çmuara, ari vjon të qëndrojë mbi nivelin e 3.000 dollarëve për oncë edhe në sesionin e sotëm dhe po tregtohet pra niveleve më të larta historike që regjistroi në sesionin e kaluar. Çmimet vjojnë mbështeten nga tensionet në lindjen e mesme, por njëkohësisht edhe paqartësitë që kanë të bëjnë me luftën tregtare midis ekonomive më të mëdha në botë. Investitorët njëkohësisht presin vendimarrjen e rezervës federale në Shtetet e Bashkuara, që do të merret më vonë gjatë ditës së sotme. Shqetësimi kryesor i investitorëve dhe që ka mbështetur çmimet e metaleve të çmuara në mënyrë të veçantë të arit është pikërisht politika e ndjekur nga Donald Trump që mund të ngadalsojë ekonominë më të madhe në botë, madje mund ta çojë atë edhe në recesion. Të presim tabelën për të parë ecurinë e metaleve të çmuara për sesionin e sotëm.
Ari ka humbur është kthyer në rënje të lehtë me 0.15% të vlerës, kuotohet në $3.036.3 për oncë. Edhe argjendi është në rënje me 1.39%, kuotohet në $34.34, ndërkohë platini realizon humbjet më të mëdha në përqindje me 1.81% të vlerës, ka zbritur poshtë niveli teknik të $1.000 për oncë, kuotohet në $104.9 për oncë. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e tregut të aksioneve, ku bursat europiane shfaqin një performancë mikse, disa indekse publikojnë humbje, disa të tjerë fitime. Megjithatë, humori mesetorëve në tregjet europiane është pozitiv pas një reforme historike të votuar në parlamentin e Gjermanisë, por njëkohësisht edhe zhvillimet për një armëpushim në Ukrainë kanë mbështetur humorin e investitorëve. Megjithatë, tregjet janë në pritje të vendimarrjes së Rezervës Federale në Shtetet e Bashkuara më vonë gjatë ditës sotme në lidhje me politikat monetare. Ligjvënësit gjerman votuan pro reformimit të ashtu quajturit tavani borxhit të vendit, ose thyerja e rregullit të borxhit të vendit, dhe tashmë do t'i lejojë qeverisë së ardhshme gjermane të shpenzojë më tepër në mbrojtje, por njëkohësisht edhe në infrastrukturë, edhe në klimë. Bëhet fjalë për një fond në vlerën e 500 miliard eurove apo $546 miliard. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë në lehtë me 0.33 dhe 0.26%. Edhe indeksi Zyriut SMI ka humbur 0.18% të vlerës. CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos janë rritur me 0.09 dhe 0.26% respektivisht. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, tendenca ka qenë në rritje në pjesën më të madhe të sesionit, megjithatë në mbyllje tre indekset kryesore janë kthyer sërish në territor negativ, sepse në orët e fundit bursat janë përfshirë nga shqitja masive e aksioneve. Thuajse në të gjithë sektorët, investitorët janë të shqetësuar në lidhje me politikat që po ndjek shtëpia e bardhë. Dow Jones ka rënë me 0.62%, Standard & Poor's 500 realizon humbjet më të mëdha në rënje me 1.71% të vlerës dhe Nasdaq ka humbur 1.07%. Në muajin e fundit, ose të paktën që kur Donald Trump nisi aplikimin e vendosjes tarifave, ka pasur një divergjencë të madhe midis Wall Street dhe bursave europiane. Tregjet në Shtetet e Bashkuara kanë rënë ndjeshëm, ndërkohë në kontinentin evropian ka ndodhur e kundërta, që do të thotë se investitorët kanë më tepër besim tek Bashkimi Evropian sesa tek Amerika e Donald Trump. Në ecurinë e korporatave në Gjermani, Heidelberg Materials kryeson fitimet në rritje me 1.76% të vlerës. Siemens Energy, Commerzbank, Covestro dhe Adidas janë rritur nga 0.85 deri në 1.28%. Në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, humbjet kryesohen nga sektori i automjeteve, por njëkohësisht edhe kompanitë e shërbimeve publikojnë humbje. Të presim tabelën për të parë ecurinë e korporatave që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit. Merck ka rënë me 1.32%, Sartorius, Brenntag, Bayer AG dhe Daimler Truck kanë rënë nga 0.89 deri në 1.23% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë moment.